sot jemi në kushte tërësisht të tjera, kur mund të themi me plot gojën të gjithë qytetarëve se përkatësisht në datën 3 prill është planifikuar futja me orar të plot dhe me fuqi të plot e këtij shërbimi kombëtar të urgjencës në të gjithë territorin. Këtu garantohet një siguri dhe shpejtësi e pa menduar deri 3 vjet e gjysmë më parë, dhe modeli është një model i suksesshëm i aplikuar në Austri, në Gjermani, në Itali, me teknologjinë e dur për marrjen, për vlerësimin e kërkesës për ndihmë dhe për dërgimin e mjetit bashkë me personelin e dur në territor. Ajo që vlen theksohet është se krijohet mundësia për të vlerësuar performancën e shërbimit dhe të çdo ekipi mjekësor bazuar tek dhënat e regjistruara të operacionit, sepse siç u pa, çdo sekond është e monitoruar, ka ende shumë për të bërë, sepse sistemi që trashëguam ishte i falimentuar, i rënuar dhe faktikisht me nevojën për një remont kapital tërësor